Mirë, për rikëthimin e studio të ndëruar shikuese, kemi thënë edhe në hyrje të programit që në këtë pjesë flasim me një mysafir që kemi nga Zvicra edhe profesionin e ushtron atje. Realisht ka përfunduar studimet në Kosovë, mandi ka shkuar e ka ushtruar profesionin për 10 vjet, ndoshta pak më shumë se 13 vjet, plus 3 në Gjermani, edhe mandej që një 2 vjet është në Zvicër, në Bern saksisht, është kardiolog edhe elektrofiziolog, na tregon më shumë për punën sigurisht që e bën, edhe ne ju e dini të ndëruar shikues që me shumë kënaqësi gjithmonë prezantojmë njerëz tonë që arrin suksese nga fushat e ndryshme në këto vende ku jetojnë, edhe doktor Valon Spahiu është një prej tyre që e sjell ndër të tjera edhe përvojën e kardiologjisë moderne zviceriane në Kosovë, edhe na tregon mandej edhe për kontributin që jep realisht edhe në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës. Mirëmëngjesi, doktor. Mirëmëngjesi, mirë gjej. Apo na tregon fillimisht për të rrugtimin tënd që e ke bë ndërmjet Kosovës, Gjermanisë dhe Zvicrës tash. Po, fakultetin e kam kryer në Universitetin e Prishtinës këto në vitin 2009. Në vitin 2011 kam shku në Gjermani, në maj kam fillu punën atje dhe kam punu rreth 13 vite. 3 vitet e para në disa spitale dhe qytete më të vogla, kurse 10 vitet e fundit në Gjermani. Specializimin e keni përfunduar në Gjermani, a? Po, specializimin e mjekësisë interne kam përfunduar në Gjermani, pastaj edhe të kardiologjisë, kam punuar si kardiolog invaziv, kurse edhe provimin elektrofiziologjisë kam kryer në nivel të Evropës, është një organizatë ERA që merret me shregullimet e ritmit. Është organizata e Evropës dhe provimin e kam kryer të ERA-s për elektrofiziologji. Kam punu 10 vite në Heilbronn si kardiolog invaziv dhe elektrofiziolog, do të thotë si kardiolog invaziv me shregullimet e qarkullimit gjakut zemër, me koronografi stentime, mirë po kryesisht me shregullimet e ritmit zemër si elektrofiziolog, kurse tani jam që mbi 2 vite në Zvicër, në Spitalin Universitar të Bern, dhe mirëm kryesisht me shregullimet e ritmit të zemrës, do të thotë me elektrofiziologji dhe me ablacione. Aty jeni profilizuar, e profesionalizuar më shumë? Ashtu kështu edhe në Gjermani kam qenë më shumë i profilizuar për shregullimet e ritmit, mirë po ka qenë spitali më i vogël dhe u dash me marrë dhe me punë tjera që i kam bërë me shumë qef, kurse në Zvicër është spitali shumë më i madh, është çdo gjë shumë më e profilizuar dhe mirëm vetëm me shregullimet e ritmit, me ablacionin. Unë kisha thosht të elektrofiziologjia, me na shpjegu pak më tepër se kam përshtypjen që edhe publiku jonë, shikuesit tonë e kanë më pak të dëgjuar si termë dhe si fushë e veprimit. Po. Elektrofiziologjia, si thash, mirët me çrregullimet e ritmit të zemrës. Na e dim që zemra punon në mënyrë ritmike dhe pulsi që e dim na, apo ritmi i zemrës është rreth 50 deri në 100 në qetësi normal. Çdo puls që është nën 50 mundet me qenë patologjik apo problem, ndonjë smundje, dhe pulsi që është në qetësi mbi 100, edhe kjo do të sqarohet mundet me qenë një problem. Në gjuhën mjekësore, nën 50 quhet bradikardia apo ritmi i ulët, ngadalshëm i zemrës, kurse ritmi i shpejt mbi 100 është tahikardi. Unë kryesisht mirëna me shregullimet e ritmit të zemrës, më shumë me ablacione dhe tahikardit. Këto tahikardit apo pulsi i shpejt i zemrës që vjen, shregullimet e shpejta të ritmit të zemrës, ndahen në 2 grupe kryesisht. Janë ato supraventrikulare që quhen në gjuhën e mjekësisë, që vijnë nga pjesët e sipërme të zemrës, nga parabarkushët, dhe ventrikulare që vijnë nga pjesët e poshtme, ventrikujt të zemrës apo barkushët. Kryesisht këto shregullimet e ritmit që janë nga pjesët e sipërme të zemrës, mbi 98-99% të rasteve janë benigni që thënë gjuhën e mjekësore apo të mira, nuk shkaktojnë rrezik akut për personin sot me atë ritëm edhe funksionon normalisht, a? Jo, këto shumicën e raste vijnë kohë pas kohe, janë si shumë paroksizmale, vijnë për disa minuta apo orë dhe tërheken në pjesë e madhe të tënve. Edhe kur vinë, japin probleme. Disa pacientë përshkruajnë si zemra më rrah shpejt si motor, ose mundë me qenë dhe të shregullta, do të thotë pulsi i shregullt që kryesisht është fibrilacioni atrial, që jep pulsin komplet shregullt, dhe normalisht shumicën e rasteve i shpejt, kurse siç thash, shregullimet që vijnë nga pjesët e poshtme apo barkushat e zemrës, kryesisht 95-98% janë mundën me qenë të rrezikshme për jetën, edhe këto duhet trajtohen tani në një mënyrë më ndryshe. Invazive. Invazive apo edhe jo invazive. Pjesë tahikardit apo shregullimi i shpejt i zemrës mund trajtohet me barna, domethënë medikamente, në rast akut edhe me intravenoz, do të thotë në parateral, kurse në trajtimi definitiv i këtyre problemeve të ritmit të zemrës në Evropën perëndimore apo në botën perëndimore bëhet me trajtim invaziv, me ablacion kryesisht. Trajtimi i tahikardisë dhe i aritmisë me elektrofiziologji
deri para disa viteve ka qenë një dallim i vogël te përqindja e suksesit që ka mujt me pas pacienti, për shembull te takikardia ka qenë përqindja më e lartë e suksesit se sa te aritmia. A është ende kjo a qëndron ende apo ka ndryshuar diçka te? Aritmia është një term i përgjithshëm, do thotë çdo çrregullim i ritmit zemrës quhet aritmi. Aritmi, si thash, mund të jenë ngadalshme apo të shpejta. Po, ose kur Po dhe pulsi i shpejt mund të qenë aritmik. Nëse kur e tejkalon një rrahje kryesisht është një ekstrasistol, që jetojmë një rrahje parakohshme e zemrës. Mirë po aritmit mund të më qenë edhe pulsi i shpejt, që është jo ritmik, kryesisht fibrilacion atrial, mund të më qenë edhe flater. Ashtu është, si shtatë, fibrilacioni atrial, efikasitetin me ablacion e ka më të ullt në krahasim me shërullimet e tjera të ritmit supraventrikulare. Mirë po kohëve të fundit ka pas përparim edhe në këtë fushë, mbollë metoda të reja të ablacionit, përpara kanë qenë ablacionet termike deri para 4-5 viteve. Deri para 4-5 viteve. Si po thoni, ablacion? Po. Ablacion është dëmtim i përhershëm i një pjese të muskulit zemrës këtë rast. Ajo pjesë që e probleme, ato e dëmtojmë që nësë me dhonë probleme, vdekje e përhershme që asaj pjese. Anglisht ablation. Ablation, po. Është ablacion, nuk mund të me thonë djegje, se ka edhe që bëhet edhe me ftohje, ose edhe me pulsed field ablation, që është këto 4-5 vitet e fundit, që aplikohen fusha elektrike, disa sekuenca, edhe kjo shkakton vdekjen e qelizave të muskulit zemrës në atë pjesë që është problematike për zemrën. Sa e rëndësishëm është ky profilizimi si elektrofiziolog, pra duke pas parasysh që na e thoni ju, po kam përshtypjen që problematikat e tilla, pra me çrregullime të ritmit të zemrës janë goxha se më prezente, goxha të shpeshta. Janë shumë të shpeshta. Tash pas pandemisë, nëse nuk gaboj, janë shtu shumë. Mendoj që njëjtë, shumicën e studimeve ka dyshime subjektive që pas pandemisë, pas vaksinimit, kanë pas më shumë probleme, mirë po statistikisht nuk është rrit numri i çrregullimeve të ritmit pas pandemisë, është njëjtë. Këto janë të shpeshta, sa është e rëndësishëm profilizimi ishte pyetja juaj. Po. Është shumë e rëndësishëm, pasi që për me mujt me punu si elektrofiziolog vyn të paktën 2 vite një fellowship apo një trajnim diku në qendër të madhe të elektrofiziologjisë, dhe pas këtyre 2 viteve para për është vështirë me fillu me punu në mënyrë vetanake të pavarur komplet. Kryesisht në botën perëndimore fillohet prapë me punu me një qendër ku e ki një backup, një ndihmë në rast se u nevojet. Shumë ishte rëndësishëm profilizimi se çrregullimet e ritmit janë shumë më komplekse, edhe intervenimet janë më komplekse që mund të më zgjatë në disa orë, varësisht prej problemit të ritmit. Pardon, nëse ju elektrofiziologu, pra një specialist si puna juaj, kush e trajton këtë problematikë ta zëm, nuk e di, në një vend tjetër, edhe në vendin tonë? Jo, nuk e kuptova pyetjen. Ta zëm, në mungesë a e trajton kardiologu? Në mungesë një profilizimi të tillë, pra një profile të tillë të specializuar. Mungesë profilit tillë në Evropën perëndimore ka mjaftueshëm, po ka gjastë që nuk e merr trajtimin adekuat, atëherë mirën kardiolog të përgjithshëm, që mirën me shërbime të ritmit, mirë po invaziv, atëherë nuk mundet. Nëse nuk është elektrofiziolog, nuk mund të trajtohet një ritëm, një shërgullim i ritmit me metoda invazive, me elektrofiziologji dhe me ablacion. Këto mirën vetëm elektrofiziolog. Në botë, veç se edhe për mua është drejtim i ri realisht, edhe nuk është që kisha dëgjuar më herët për elektrofiziolog. Nanën, kështu që se kisha dëgjuar edhe po më shumë përshtypje, kjo fushë më duket shumë interesante, edhe se kam dëgjuar plot njerëz që kanë probleme me ritmin, po s'kam dëgjuar dikush që e ka përmend një elektrofiziolog. Mbas është si thon mos informacioni imi. Si fusha është e vjetër, është relativisht e re. Vitet 80-ta ka fillu mu zhvillu, kur vitet 90-ta dukshëm më shumë, kurse në vitet 2000 rishtas është zhvillu në mënyrë të hovshme. Vitet e fundit ka një zhvillim shumë më të madh të elektrofiziologjisë, si shembull vetëm e marrën si analogji në spitalin ku punoj në Universitet Bernit, është spitali më i madh për shërgullime të ritmit, për elektrofiziologji në Zvicër, kur kam shkuar në vitin 2024, mbo rreth 1200-300 ablacione në vit, kurse këtë vit i kalojmë mbi 2000. Vitin e kaluar kemi pas afër 2000-ve, këtë vit sigurisht shkojmë 2200-300. Kjo tregon sa shpejt është u rrit kjo problematikë. Pse? Është vedisu edhe populli, është vedisu edhe kardiologët, edhe mjekët familjar për mundësitë e trajtimit invaziv të shërgullimit të ritmit. Edhe shumë interesant një pjesë e madhe, siç e dim nash, disa shërgullime të ritmit paraqiten edhe te moshat e reja. Edhe është interesant se problemet e shërgullimit të ritmit shembull mundet me ardh kohë pas kohësh, me vinë një herë në 2 muaj, në 3 muaj, zemra rrej shpejt, mbi 150-200 mund me shku për disa minuta.
Pacienti shkon te mjeku, i bën EKG, është tërheq problemi dhe nuk shihet asgjë. Shkon herën e dytë, shkon herën e tretë, bëhet një holter, që i thojmë EKG 24 orë që nuk gjendet. Një pjesë e madhe këtyre pacientëve trajtohen tani si çrregullime emocionale, psiqike, nervoz, stres. Mirë po kohëve të fundit, në botë perëndimore janë bo edhe shumë metoda të reja të diagnostifikimit, se hapi i parë është diagnostifikimi, gjetja problemit që me mujt me trajtu. Diagnostifikimi është lehtësu shumë për problemet e ritmit zemrës, edhe me anë të wearables, do të thotë me pajisje që vendosin apo vishën në organizëm edhe mund me bo EKG. Këto EKG janë të licencume në botë perëndimore edhe si dokumentacion zyrtar mjekësor, edhe në bazë të tyve EKG-ve mund dhe mi trajtu pacient. Do të thotë është lehtësu shumë kohëve të fundit, diagnostifikimi i mirëfillt i problemeve që me mujtë dhe me trajtu. Se në momentin që diagnostifikohet mund trajtohet. Po sikur nuk e gjetën problemin, pacienti ka vetëm kohë pas kohë, në ato momente kur shkon te mjeki nuk muj me gjetë, nuk muj mas me trajtu, as nuk e dim çka ka, as me barna, as edhe me elektrofiziologi. Do thotë kohët fundit është zhvillu shumë ma shumë elektrofiziologjia. E për juve, doktor, si ka qenë përvoja në përgjithësi, edhe ajo e studimeve në Kosovë, por kur ka qenë ai momenti kur ke vendos me dal jashtë edhe me vepru atje? Vitet 2019, kur e kom kry fakultetin e mjekësisë, e kom parë që fatkeqësisht mundësit për specializim, për fushat që më kam pëlqyer mua, nuk janë konë shumë të mua, shumë të lehta, e di që shumë shpesh. Po, prej fillimit e kom dash. Si fëmijë i kom pa babin e kam mjek dhe i kom pa EKG-t e babit, atëherë kanë qenë një kanal, që një trak e gjatë dhe kur sa rajmë kujtohet e kom pa një shkrim me dorë, VPV, dhe thon bab çka është kjo, është një problem që fatkeqësisht nuk mund trajtohet dhe jep çrregullim të ritmit pacientit. E kur kom bo ablacionin apo shërimin e parë të VPV, se kom thirr babin telefon dhe i kom tregu bab tash trajtohet, unë mujta me trajtu. Më ka pëlqyer për herë elektrofiziologjia edhe çrregullimet e ritmit, edhe prej fillimit kam qenë interesuar me u marr me këtë problematik. Edhe kur e kom ndru spitalin një prej herave kur kom shku në Heilbronn në Gjermanisë, në intervistë me drejtorin e kardiologjisë, pyetja e parë kona, muj mu marr me shregullime të ritmit me elektrofiziologji, qofse muja të revi për ndryshe nuk kam interes me ardhë, se mu më intereson kjo fushë. Edhe pe atëherë vetëm kom fillu mu marr me elektrofiziologji, një vit pasi kam fillu në Heilbronn. Në gjermanisht ke studiua? Specializimin në Gjermani, po gjermanisht, po, ose në gjermanisht. Kurse tani në Universitet Bernit punojmë normal gjermanisht, është pjesë gjerman folse, mirë po kemi edhe shumë trajnues që vinë nga jashtë botës, tash kemi pas një nga Anglia, tash fillon një nga Japonia, kemi nga gjitha vendet e botës, ato edhe një pjesë madhe flasim edhe anglisht. Kjo fushë ku është ma e fort? Cili shtet e ka? A e ka Amerika? Një pjesë e madhe e shregullimeve të ritmit apo diagnostifikimi edhe ablacionit trajtimi janë zbulu në Francë edhe në Gjermani. Në Francë në Bordeaux shembull është fibrilacioni atrial që është shregullimi më i shpejt i ritmit të zemrës. Fibrilacioni atrial, kjo ablacioni është zbulu në Francë, njëkohësisht se edhe në Gjermani edhe në Itali prej disa mjekëve. Në Francë ka qenë Hesseger, në Gjermani është profesor Cook edhe Papon në Itali, që e kanë zbulu këtë shregullim të ritmit. Do thotë në Francë, Gjermani, mirë po edhe në Amerikë janë shumë përparuar këto shregullime të ritmit dhe bën shumë zbulime në ablacione. Cilat mund konsiderohen ndoshta doktor ato shenja që nuk duhet neglizhuar, që duhet lajmëruar te kardiologu ose te elektrofiziologu? Marramendja, trohurat e shpejta të zemrës, humbja vedijes kohë pas koshme, edhe kjo mundet me qenë shregullim i ritmit të zemrës, që është shumë i shpejt, humbja e papritur e vedijes, domethënë që bie paciente që zgjat disa sekonda apo edhe minutë, 1 minutë 2. Këto janë shenja alarmuese, sidomos humbja e vedijes që duhet të shkohet te kardiologu që të bëhen kontrolla më të tjeshme. Mirë po, pulsi i shpejt, disa pacientë përshkruajnë se zemra mresi motor, marramendje, diskomfort zemër, këto janë shenja që duhet të shkon pacienti Që tek zgjat kardiologu. apo që shkon e vije, se vije her pas here? A mundet edhe me zgjat disa orë, disa minuta e disa orë, mirë po mund me qenë edhe kohë paskoshme që vjen edhe shkon. Okej. Po nuk përjashton edhe grup moshat të reja, apo jo? Po. A ka një grup që është ma, se më thonë, ma Dita e sensitiv, ma i ditës po ka prekun, pacient shumë të ri që Po. po psojnë edhe Po, ka dhe sulme. fëmijë, ka dhe posalindur, që kanë probleme të që tilla ka me probleme ritmin, me ritëm zemrës. Qa bëhet në raste të tilla? A ndërhyet apo? Zakonisht në spitalin ku punoj është spitali i madh, bëhet edhe elektrofiziologjia dhe ablacionet edhe te fëmijët, mirë po këto moshat e reja, sidomos posalindurit tentohet, edhe posalindurit kryesisht trajtohen me barna,
që stabilizohen, pasi që nuk ka katetra specifik që janë për fëmijë, edhe fëmijët janë shumë të vështirë, janë të marrën kryesisht për të edhe shumë vështirë nga ana mekanike mi bo katetrat aq të vëzhgjil që trajtojnë fëmijët, edhe provohet që të shtyhet sa më shumë trajtimi invaziv i fëmijëve. Të paktën presum dhe i sa të bëhen 30-35 kg fëmija që të mund trajtohen invaziv. Këto mosha do me thonë moshat posalindura deri në moshë disa vjeçare trajtohen me barna që stabilizohen. Trajtimet pinim tashmë, deri këtu ku ka arrit zhvillimi i mjekësisë. Po si ta mbrojmë zemrën, doktor? Si ta mbrojmë nga sëmundjet ose nga dëmtimi i saj? Nga ana e shëgullimit të ritmit është vështirë me mbrojt, se shumica vinë, mirë po janë disa faktorë që mundën me ndiku edhe në shëgullimet të ritmit, si pesha, tensioni i lartë, kurse zemra në përgjithësi mund të ruhet duke bërë ka edhe mundësi që edhe çrregullimet e lukthit për shembull ose pengesat me lukth, sepse shumë shpesh njerëzit që kanë probleme me lukth i japin këto shqetësime në zemër dhe shkojnë te kardiologu edhe mendojnë që kanë probleme me zemër. Ka mundësi disa raste kur problemet me lukth, sidomos pas ushqimit, e ngacmojnë zemrën mekanikisht, fizikisht dhe japin të rrahura ekstra të parakoshme të zemrës. Këto të rrahurat parakoshme të zemrës mundën me inicu, me fillu një shërullim të ritmit që ai mund të jetë me një puls shumë shpejt dhe me zgjatë. Mundet edhe probleme do të gastrointestinale të lukthit, me shkaktu nga njerë me inicu problemet e zemrës. Hernia ose diçka tjetër? Mund, si për shembull hernia, po. Pas trajtimit, Simon, që bëhet me elektrofiziologjia, është elektrofiziologjia pajisja, po me këto, po pas trajtimit profesional, pra, çush e kanë kualitetin e jetës pacientët, që mundën me qenë në një moshë të re. Varësisht prej çrregullimit të ritmit të zemrës, ata mundën me pas kualitetin e jetës komplet normal. 4-5 ditë e para do të ruhen, mos kenë ngarkesë fizike për shkak të punksionit apo të shpimit në enë të gjakut në vena, që mos ketë gjakderdhje dhe mos ketë ndonjë problem. Mas 4-5 ditëve shumicën e rasteve mbi 98-99% mund të jetojnë komplet normal pacientët, varësisht prej shërgullimit të ritmit. Nëse vjen shërgullimi i ritmit si pasojë një dëmtimi të zemrës, nga një infarkt i zemrës, që ka një dobësim dukshëm të funksionit të zemrës, atëherë duhet në përgjithësi të ruhen edhe të konsultohen me kardiologun që mos kenë ngarkesat më fizike. Mirë po pacientë që kanë kryesisht vetëm shërgullime të ritmit dhe jo probleme tjera të zemrës, ata mund të jetojnë komplet normal. A ka shumë shqiptarë që vinë nga Kosova atje për trajtim ose Ka bollo në Zvicër. Sa kam qenë në Gjermani, ka pas shumë që kanë marrë për trajtim, për shkak të anës financiare që ka qenë dukshëm më lirë, domethënë nuk kanë kushtu aq shumë sa kushton tani në Zvicër. Edhe atje në Gjermani, spitali ka qenë më i vogël, ka mujt me bisedu me drejtorin, me drejtorin financiar dhe këtë këta pacient janë trajtu sikur me qenë pacient gjerman, domethënë sikur me një sigurim publik që ka qenë një çmim dukshëm më i lirë, jo si pacient privat që vjen nga jashtë shtetit. Në Zvicër spitali është shumë i madh ku punoj, janë mbi 12.000 punëtor. Edhe është gjigant, është shumë vështirë që unë muj ndikoj edhe të trajtoj gjithë pacient në mënyrë publike, jo si pacient privat që vjen nga jashtë shtetit, po dhe në përgjithësi çrregullimet e ritmit, ablacionin në Zvicër kushtojnë shumë më shtrejt. Sakt konkret nuk muj me ditë se varet prej pacientit pacient, mirë po disa pacient që i kam trajtu nga Kosova, i kum pyet sa kam pagu, mundet me shku edhe deri mbi 40.000 frank për një elektrofiziologji me ablacion. Kurse në Gjermani parafërsisht çmimet kanë qenë rreth 10.000-12.000 euro. Para ato edhe në Zvicër shumë më pak pacient vinë, ka disa që i kam trajtuar, ata sigurisht e dinë, nëse më shohin veç e dinë që kanë qenë te unë. Kurse në Gjermani ka pas shumë pacientë që kanë ardhur. Ka pas raste kur 2-3 brenda javës i kam kryer nga Kosova. A vjen më mirë për shkakun shqiptarët e diasporës kur vinë te ju që jeni shqiptare, kanë ndoshta një siguri ekstra, përkrahje. Është fakt ndihen shumë më mirë. Ndjeshmëri më të lartë ndoshta. Për shkak përgjithësi gjuha mjekësore është e vështirë. Sidomos kjo fushë elektrofiziologjisë që është shumë e re dhe termet janë shumë më të vështira. Ndihen shumë më mirë pa marr parasysh edhe nëse jetojnë gjatë në Zvicër apo në Gjermani edhe e dinë gjuhën, është shumë më vështirë mi kuptu. Unë mundon t'ja shpjegoj gjuhamtar dhe me gjuhë të popullit, që t'ja shpjegoj edhe t'ja letoj pak sa do qoftë trajtimin dhe procedurat në spital, definitiv ndihen shumë më mirë. Mirë, e përmendet doktor Majerët, e thamë edhe ne që ju jepni një kontribut në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ju na thatë Majerët që vini her pas here sporadikisht edhe nuk e di ose asistoni, kontribuoni pra edhe këtu. Cili është kontributi ju këtu edhe cila është mundësia thjesht që me ju shfrytëzu pozitivisht shumë më tepër? A kishit pas ju vullnet e para, hapësinë, kohë, dëshirë? Po, vullnet kam pas prej fillimit, prej vitit 2021 kur ka filluar të punohet elektrofiziologjia në QKU,
me me ndihmën e proktorëve, si quhet, domethënë ekspertëve nga jashtë që e mbikëqyjnë edhe ndihmojnë raste komplekse apo në momente kyçe. Elektrofiziolog të këtu, 2 mjekë, doktor Edmond dhe doktor Gjevdetin, që mirën me elektrofiziologi dhe me ablacionin që këtu. Unë për vitit 2021, për vitit kaluam nuk kam pas shumë kohë, jam marrë edhe me punë private, atje mirë po edhe profesionale, kam pasur doktoratën me përfundu punimin doktoratës, edhe për atë nuk kam pas shumë kohë që të vi, për vitit kalum verës kalum këtë verë, javën e kalum punuam disa raste, kurse vitet e mëhershme kam marrë 2-3 deri në 3-4 herë në vit në QKU dhe kem punu 5-6 deri në 10 raste. Edhe disa raste që janë më të vështira i kem bënë që këtu mirë, po të gjitha rastet, të gjitha çrregullimet e ritmit për momentin nuk mund të punohen që këtu për shkak të mungesës së pajisjeve. Ka gjasë që ndoshta në të ardhmen mungesë pajisjeve, mungesë edhe profesionistëve që dinë me kryet atë punat. Çrregullimet e ritmit unë i bëj të gjitha ablacionet që bëhen dikon tjetër në botë. I bëni edhe këtu mundem, unë personalisht mundem, po të gjitha pajisjet nuk janë këtu. Mungesë pajisjeve kryesisht nuk mund t'i bëj. Shtrajta? Ka disa pajisje që janë dhe të shtrejta, mund me shkollën mbi 200, 300 apo 500.000 euro pajisjet që janë për ablacion dhe çrregullimet ritmit. Mirë, po ka mundësi që në të ardhme të afërt disa spitale private dhe një prej tyre ka ble disa pajisje që mund të fillon dhe të bëhen spitale private edhe çrregullimet më komplekse të ritmit. Edhe kam interes që edhe në të ardhmen, të vit punoj si me një prej institucionet private që veç kem thuajse marrëveshje, mirë po edhe në QKU më tutje, për shemb, domethënë në bazë vullnetare, ato probleme që mund t'i trajtojmë QKU, do t'i trajtojmë QKU tutje, kurse problemet që nuk mund të trajtojnë QKU, atër ka mundësi që një prej spitalet private në të ardhmen e afërt mund të trajtojnë edhe në Kosovë, që mos duhet pacient të dalë një shtetit, të pagujnë shumë realisht nuk duhet ne kostoj më dhe 500.000 euro për një pajisje të tillë që mund të jetë shpëtuese nëse një intervenim është deri në 40.000 frankë që i bjen më shumë se 40.000 euro. Krejt varet për prioriteteve. Pa prioriteteve, absolutisht, pra. Se javën e kaluam në 10 pacientë që mund t'i dërgojmë jashtë, e blejmë një pajisje edhe i kryjmë këtu. Edhe unë mendoj që javën e kaluam i trajtuam brenda një dite 5 pacientë me doktor Gjevdetin dhe doktor Edmondin, 5 pacientë që varësisht prej spitalit ku kishin me shku ata jashtë, 10-15 apo edhe mbi 20.000 euro kishte me kushtu një pacient. Ka mundësi që afër 100.000 euro ju kanë kursy buxhetit shtetit brenda një dite çka kem punuar që këtu. Pa i shtojnë edhe pak e blemat pajisje, po se është vërtet. Po unë jam i gatshëm qysh prej vitit 2021 ku marr disa herë me ardhe tutje edhe me ndihmue kolegët tonë, po edhe që unë që të zhvillohet kjo deg edhe më tutje në Kosovë. Doktore, ne të falenderojmë shumë për kohën edhe të urojmë shumë suksese tutje në këtë profesion që vërtet. Na shta po e mbojmë edhe pak veç deri sa të lidhemi me Ganën, se kemi edhe pak kohë e ta shfrytëzojmë raste që të bisedojmë edhe me doktorin. Pra, mirë që keni këtë vullnet. Për te punës, doktor, të relaksojmë pak edhe bisedën në Kosovën e don, e kthehesh shpesh me qejf me siguri për shkak familjes edhe për shkak vendit tonë. Kosovën e duhe, kom dhe çdo herë, kohëve të fundit shumë shpesh e kem diskutuar edhe me gruan, me Dafin, me gruan tem shumë shpesh, po sikur të ktheheshim në Kosovë. A e mendoni shpesh? E mendojmë, e kem menduar shumë shpesh, kohë pas kohë ndoshta më pak. Jo, ajo është profesoresh, ka kryer fakultetin e arteve, degën e pianos këtu në Prishtinë, fakultetin e arteve, kurse punon për momentin si profesoresh në shkollë. E pas keni terapistë të mirë, doktor? E pas keni terapistët mirë, do më pas një streset të madhe, jenë shpime piano dhe jenë regu, po. Jo realisht, shumica me këtë do që të bisedojsh, dhe më që janë në diaspor, edhe të rritë, edhe fëmijë që kanë rritur atje, janë që kanë lindë atje, po, janë shumë të lidhur. Po, kime qef me arë në Kosovë. Sa nuk e di nëse është veç kjo një dëshirë, po mande i kalkulojnë plot gjana dhe ju thot, jemi këtu mirë atje, hajde shkojmë Kosovës për pushime. është një farë dileme përhershme. Dileme një farë lufte me vetveten. Ku është më mirë? Nuk mund të them ku është më mirë, shumë shpesh marr analogji edhe kur bisedojmë. Thojmë shumë shpesh cila veturë është më e mirë. Shembull, është Volkswagen apo Mercedes. Nëse marrim një Mercedes vjetër dhe të vogël 15 vjet dhe një Volkswagen të madh dhe të ri, prapë mund me qenë Volkswageni më i mirë. Shumë vështirë është me thon ku është më mirë. Jo, në aspektin personal, se kështu varr, më me çfarë parametra shamat, po. Ka shumë përparësi që t'jep Kosova, familja, ambienti, shoqëria, jeta sociale është dukshëm më e mirë, edhe normalisht edhe kohë kem pak më shumë, ndoshta atë orari është shumë i gjatë i punës, unë punoj deri në ora 6 mbrëmje, shumë shpesh edhe një 7-8 mbrëmje, domethënë pe 7 gjys, 5-8 mëngjes.
që nuk netë dhe shumë kohë për private, për familja apo për shoqëri. Këto në përgjithësi kanë njerëz pak më shumë kohë me sa shohun, edhe pse mjekët shumica atë nuk kanë kohë se punojnë në privat mazite, në ordinancat e tyre private. Ajo mandej është opsionale, po. Ajo është opsionale, është diçka tjetër. Mirë po, në përgjithësi ka shumë përparësi në Kosovë. Ana tjetër. Ama nuk e keni një spital universitar si ai ku punon ju? Për momentin jo, Sibet, mirë ja. po jo, definitiv nuk mund të them që është sikur Bernia. Se mandej për shembull, për mjekët është edhe ky aspekti, ti ke nevojë për anën emocionale, familjare, sociale, ke këto rehatine, komoditetin që ta jep Kosova, po mandej se a mundesh me u realizu profesionalisht, ç'është mundesh me u realizu atje. Pra, Për momentin jo. Balancet që bëhen. Për momentin jo, në QKU definitiv nuk janë kushtet për momentin me punu njëti nivel sikur ç'është mundë me punu në Bern. Në Bern kem 3 salla, tash do të hapë salla e 4 të elektrofiziologjisë dhe çdo pajisje që ekziston diku ne vjen brenda ditëve ose shumë shpesh edhe për herën e parë në Evropë, fillohet punohet në Bern me ato pajisje të reja për elektrofiziologji. Kurse këtu është një sallë ku punon përveç elektrofizikës edhe punë tjera të kardiologjisë, edhe pajisjet nuk ekzistojnë gjitha. Nuk janë mundësitë e njëjta, edhe material shpenzues nuk ka mjaft sikur ç'është ka në Zvicër, në Bern, definitiv nuk janë mundësitë e njëjta. Mirë po është një zhvillim edhe është një parapërim dukshëm i madh prej kohës kur unë kam qenë në Kosovë, para vitit 2010-11, me sot. Definitiv ka një përparim edhe në Kosovë. Mirë, doktor, shumë faleminderit që erdhët sot. Kënaqësi që ju njohëm më përsa për me dhe biseduam me juve, po shpresojmë ju pas sa më shpesh në QKUK, edhe vërtet me realizuar ato intervenime që ju i bënin në mënyrë më të mirë të mundshme edhe me, nuk e di, nuk ka kënaqësi më të madhe se ose me ja shpëtu jetën, po se po me ja lehtësu jetën dikuj është, nuk e di, ai shpërblimi më i madh që ju mundeni me marrë, duket. Ka kosto financiare që ta... Ashtu është një kënaqësi shumë e madhe kur mund të ndihmosh një pacienti. Absolutisht. Faleminderit për ftesën, kënaqësia ishte ime. Mirë, po shkojmë